Data 7 mars në kujton hapjen e shkollës së parë shqipe në Korçë në vitin 1887. Një moment historik që shënoi fillimin e një rrugtimi të gjatë për arsimin dhe gjuhën shqipe. Sot ne nuk festojmë vetëm një datë, festojmë përkushtimin, durimin dhe punën e palodhur që ju bëni për ne. Ju jeni ata që na udhëzoni, na këshilloni dhe na motivoni të bëhemi më të mirë. Në vazhdim ju ftoj të ndihni një video të përgatitur nga Parlamenti i Nxënësve dhe më pas kryetarët e klasave do të ndërojnë dhuratat simbolike të punuara nga Parlamenti. Urime 7 marsin, festën e mësuesit. Faleminderit. Çdo mëngjes, dyert e shkollës hapen për ne. Hymë me libra në duar dhe ëndra në mendje. Klasa plot zëra, tabela plot ide dhe mësues që na udhëheqin çdo ditë. Për ne, kjo duket e zakonshme. Por historia e arsimit në Kosovë tregon diçka tjetër. Në vitet më të vështira për arsimin në Kosovë, rreth 400.000 nxënës humbën të drejtën e mësimit. U mbyllën dyert e shkollave, por u hapën dyert e 3200 shtëpive, në të cilat u angazhuan 21.000 mësimdhënës për ta mbajtur dijen gjallë. Fal guximit dhe përkushtimit të atyre mësuesve, sot ne mësojmë të lirë, në klasa të hapura, me libra të rinj dhe mundësi të pafundme. Por një gjë nuk ka ndryshuar: përkushtimi i mësuesit. Sot, në këtë ditë të veçantë, le të dëgjojmë zërin e atyre që çdo ditë na udhëheqin drejt dijes. Dashuri, dhe njeriu që lufton pas dashurisë nuk do të thotë. Të jesh i përkushtuar ndaj dijes, ndaj nxënësve dhe të arriturat e tyre në botën akademike. Mësimdhënia për mua ishte një ëndër që sot të bëhet një realitet dhe shpresë për gjeneratat e ardhshme. Profesioni i mësimdhënësit është një profesion fisnik.
Për mua, profesioni mësimdhënësit është sfidues. Mësimdhënia është sfidë dhe është këllëklarësi. Mësimdhënia është ndikim sepse mësimdhënësit lënë gjurmë dhe jo vetëm nota. Profesioni mësimdhënësit është model për të rinjët e shoqërisë tonë në Kosovë. Janë më të mirët. Mësimdhënia është mision. Është mjaft sfidues, mirë po në anën tjetër është edhe kënaqësi. Frymëzues, janë motivues dëshira për punë. Janë motivues, janë atraktiv, pasioni për dije. Është një rrugë e mbushur me dashuri, respekt, sakrificë për të mirën e nxënësve. Profesioni i mësimdhënësit është mision. Shumë çka mbi gjitha është puna e pandërprerë, jo vetëm orët e mësimit gjatë orës, por puna më e madhe e mësuesve apo profesorëve të Loyolës është jashtë orëve të mësimit. Mësimdhënësit e gjimnazit Loyola i dallon përgjegjësia dhe përkushtimi ndaj nxënësve. Profesorët e gjimnazit Loyola i dallon saktësia. Mësimdhënësit e gjimnazit Loyola i dallon empatia për nxënësit. Profesorët e Loyola Gjimnazium i dallon profesionalizmin, përgjegjësia, korrektësia e punës që bëjnë çdo ditë. Mësimdhënësit e gjimnazit Loyola i dallon punë. I dallon angazhimin. Loyola investon shumë në mësimdhënësit tanë, sidomos në trajnimin brenda punës. Mësimdhënësit e gjimnazit Loyola janë udhëtues të shkëlqyeshëm. Mësimdhënësit e Loyola Gjimnazium i dallon disiplinën. Mësimdhënësit e gjimnazit Loyola i dallon përkushtimi që kanë ndaj punës së tyre. Mësimdhënësit e gjimnazit Loyola i dallon përkushtimin. Mësimdhënësit e gjimnazit Loyola i dallon qëndrimi disiplinor në punë. Mësimdhënësit e gjimnazit Loyola i dallon përgjegjësia. Motivimi me nxënës është sepse nxënësit janë e ardhme ju. Më motivon ndaja e emocioneve, po ashtu edhe energjia që jap dhe marr prej nxënësve. Vetë fakti që punoj me të rinj, normal që motivi është më një atë të rinia. Më motivojnë arritjet e nxënësve në të ardhmen. Mua si mësimdhënëse më motivojnë arritjet e nxënësve dhe motivimi i tyre. Mësimdhënësit e gjimnazit Loyola i motivojnë arritjet e nxënësve. Suksesi nxënësve, kursat e nxënësve, suksesi gara. Mua motivon kontributi për të ardhmen në shoqërisë. Mua më motivon suksesi i nxënësve. Rezultatet e nxënësve në sportet e ndryshme. Të shohin nxënësit të zhvillohen, të besojnë në veten e tyre dhe të arrijnë sukses. Është kënaqësi që të punosh me të rinjt. Mua më motivojnë nxënësit dhe suksesi i tyre. Mua si mësimdhënëse më motivon transmetimi i dijes dhe reflektimi nga ana e nxënësve. Ne mësimdhënësat e dimë që kemi një mision për edukimin e brezave të ri. Mua si mësimdhënëse sigurisht më motivon puna me nxënës. Mësimdhënia nuk është vetëm profesion, është mision dhe ky është motivimi. Ne si mësimdhënës na motivon interesimi i nxënësve dhe suksesi i tyre është shembullor. Am meisten Freude bereitet es mir, mit Schülern Projekte durchzuführen. Emocionet që përjetojnë nxënësit në performanca skenike. Gëzuar shtatmarsin për gjithë mësuesit anë kënd e trojeve shqiptare.